Më 5 maj në ditën e dëshmorëve, policia e shtetit shpalli dëshmoria dheut Novruz Senalin, efektivin që humbi jetën gjatë kryerjes së detyrës në Fier. Një akt që riktheu në vëmendje rrezikun e përditshëm me të cilin përballen uniformat blu, aty ku një urdhër i thjesht, si ndal policia, mund të zhndërrohet brenda sekondash në një përballje mes jetës dhe vdekjes. Një episod që duke i paimagjinueshëm ndodhi brenda një furgoni policie. Gjatë transportimit nga Fieri drejt komisariatit të Kuçovës, i arrestuari Zamir Skënderi arriti t'i marrë armën e shërbimit të efektivit Arsen Toska dhe ta qelloi atë brenda automjetit. Ai u arrestua nga 2 policët e tjerë. Një ditë më pas, gjatë operacionit për kapjen e Leonard Demës, i kërkuar për tentativë vrasjeje, tentoi të përplaste me automjet të efektivët, duke u rrezikuar jetën e tyre. Por skena nuk mbaroi aty. Amadeo Fufi, i cili ndodhej me të dhe rezulton djali ish deputeti të Partisë Demokratike, Michill Fufi, dyshohet se nxori armën e zjarrit dhe u drejtoi efektivëve. Në kushtet e vetmbrojtjes, policia qelloi me armë. Operacioni përfundoi me plagosjen e Leonard Demës dhe arrestimin e Amadeo Fufit. Pas ditën e 9 marsit në lagjen Kiras në Shkodër, policia tentoi të ndalonte automjetin ku ndodhej Barush Bregu. Gjatë ndjekjes, Bregu zbriti nga automjeti dhe qelloi me armë zjarri me qëllim kanosjen e efektivëve. Ndryshe nga rastet e tjera, ai arriti të shpëtonte forcave të rendit dhe vijon të jetë në kërkim. Edhe në Dibër, më 4 mars, Klodian Mazari, i dënuar në Itali për shfrytëzim prostitucioni, organizat kriminale dhe trafik narkotikësh, kundërshtoi arrestimin. Gjatë përplasjes efektivi Gentian Meda u shtyn nga muri dhe pësoi dëmtime të rënda. Një fakt mbetet i pandryshuar. Pas urdhrit ndal policia, jo gjithmonë vjen bindja.